Kura me fara pjepri për rigjenerimin e veshkave. Që në lashtësi, farat e pjeprit janë përdorur si një nga kurat më të mira për shëndetin e veshkave dhe trajtimin e sëmundjeve të tyre. Vitamina E tek farat e pjeprit mbron veshkat nga radikalet e lira. Këto fara rekomandohen të aplikohen për të mbrojtur shëndetin e veshkave, ndaj edhe në mjekësinë popullore kanë një përdorim të gjerë. Në këtë video do të gjeni një kurë të thjesht, por shumë mirëbërëse, që promovon shëndetin e mirë të veshkave dhe lufton problemet shëndetësore të tyre. Kura me fara pjepri, përgatitja dhe përdorimi. Në përgatitjen e kësaj kure, do t'ju nevojiten 1 kg fara pjepri dhe 5 litra ujë. Farat e pjeprit hidhen në një tenxhere të madhe, shtohet ujë dhe lihet që të zjejnë derisa lëngu të arrijë në 3 litra. Ose më pak se gjysma e sasisë së ujit të hedhur në fillim. Pasi lëngu është gati, hiqet nga zjarri dhe lihet e mbuluar derisa të vaket. Më pas skullohet dhe hidhet në shishe qelçi. Lëngu pihet nga një filxhan 3 herë në ditë për 1 deri në 3 muaj rresht. Vlerat të tjera shëndetësore të farave të pjeprit. Sipas të dhënave, farat e pjeprit janë të pasura me acide yndyrore, fiber, minerale, vitamine dhe proteina. Këto fara konsiderohen të pasura me antioksidant që pastrojnë organizmin nga radikalet e lira. Përmbajtja e lartë e proteinës tek farat i bën ato të rekomandueshme për flokë dhe thonjë të shëndetshëm. Burim vitaminash dhe mineralesh. Farat e pjeprit përmbajnë sasi të konsiderueshme të vitaminës A dhe E. Këto vitamina që treten në yndyrë shërbejnë si antioksidant dhe mbrojnë sytë dhe parandalojnë kancerin. Farat e pjeprit janë gjithashtu një burim i mirë i kaliumit, magnezit dhe fosforit. Shëndeti i sistemit tretës. Farat e pjeprit ndihmojnë në largimin e parazitëve nga zorët. Me përmbajtjen e lartë të fibrës, to fara besohet të përmirësojnë tretjen e ushqimeve. Farat e pjeprit për zemrën. Farat e pjeprit përmbajnë sasi të konsiderueshme të acideve yndyrore omega 3, të cilat janë të dobishme për shëndetin e zemrës. Studimet kanë konfirmuar se antioksidantët dhe acidet yndyrore tek farat e pjeprit e mbrojnë zemrën nga stresi oksidues dhe çrregullime të tjera. Mineralet ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut. Mbi pesha, farat e thara të pjeprit mund të shërbejnë si një ushqim i shëndetshëm për ata që duan të bien në peshk. Këto fara ndihmojnë në eliminimin e lëngjeve të akumuluara në trup dhe rregullimin e tensionit të gjakut. Farat e pjeprit kundër stresit. Nëse farat i grini në një mikser dhe formoni me to një pastë mirëfill, të cilën e aplikoni në pjesën e ballit, do të vëreni se do të jeni më pak të stresuar dhe do të keni më pak dhimbje koke.